5 shenjat që shfaq trupi një muaj para goditjes në zemër. Mësojeni para se të jetë shumë vonë. Trupi paralajmëron njeriu për sëmundje të ndryshme në forma të çuditshme. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me atakun kardiak. Trupi kalon në disa faza për një muaj rresht dhe në fund të gjitha fazave, nëse ju nuk tregoni vëmendjen e duhur, mund të pësoni edhe këtë problem, i cili mund t'ju kushtojë edhe jetën, që pritet të ndodhë arresti kardiak. Informohuni më shumë për gjendjen tuaj shëndetësore dhe konsultohuni vazhdimisht me mjekun specialist. Mos neglizhoni shenjat që trupi juaj është duke shfaqur, pasi neglizhenca është një nga shkaqet kryesore që mund t'ju kushtojë edhe jetën në të ardhmen. Në këtë video do të rendisim disa nga shenjat që trupi juaj është duke shfaqur të paktën një muaj ose edhe më vonë përpara se të pësojë një sulm në zemër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Elsait, këto janë shenjat paraprake të cilat duhet i kushtoni më shumë vëmendje. Nëse i përjetoni, atëherë ka ardhur momenti që të bëni një konsult me mjekun specialist. Lodhja. Rreth 70% e femrave që kanë pësuar arrest kardiak e kanë përjetuar lodhjen pa arsye. Bëhet fjala për lodhjen fizike ashtu si edhe për lodhjen mendore. Këto të fundit nuk shkaktohen vetëm nga puna ose nga familja, ndodhin edhe për arsye se trupi juaj nuk funksionon si duhet. Nëse jeni një person që përjetoni lodhje, edhe pse nuk keni kryer aktivitet fizik ose punë të rënda, edhe nëse nuk jeni lodhur nga ana mendore nga familjarët ose nga situata stresuese dhe përjetoni lodhje pa arsye, ka ardhur momenti të konsultoheni me specialistin, pasi mund të jetë edhe një shkak për të pësuar sulm në zemër. Dhimbjet abdominale, këto kanë qenë në rreth 50% e atyre që kanë pësuar një arrest kardiak. Ekspertët tregojnë se një person që ka dhimbje të theksuara abdominale duhet t'i evitojë edhe të konsultohet me mjekun për të marrë një trajtim të specializuar dhe gjithashtu, nëse është çështja e shëndetit të zemrës, të mos e lërë veten pas dore. Gjithashtu, pagjumësia mund të jetë një arsye që mund të lidhet me shëndetin e zemrës. Insomnia ose ndryshe pagjumësia prek rreth 50% të femrave. Kjo ndodh si rezultat i tensionit ose presionit të gjakut. Marrje të ngadalta të frymës. Pavarësisht përpjekjeve të tepërta, ju nuk mund të mbusheni dot me frymë aq sa keni marrë më parë. Kjo mund të jetë për shkak edhe për problemeve të zemrës. Rrahje të çrregullta të zemrës. Herë të shpeshta dhe herë të ngadalta, ka ardhur koha që të bëni një konsult me specialistin për të evituar kështu çdo dyshim të mundshëm. Ankthi. Një atak në zemër ose një goditje në zemër mund të shkaktojë ankth intensiv ose një frikë të pashpjegueshme nga humbja e jetës. Të mbijetuarit e një ataku në zemër shpesh flasin se kanë përjetuar ndjesinë e dëmtimit të pashmangshëm, siç është edhe ankthi. Ndaj në këto raste, nëse përjetoni atë, duhet të bëni një konsult me mjekun tuaj përkatës. Dhimbjet në gjoks. Dhimbja në gjoks është një nga simptomat më klasike të atakut në zemër. Jo të gjithë personat mund të ndodhen që të përjetojnë dhimbje të gjoksit. Ashtu si dhe çdo dhimbje mund të lidhet edhe me probleme të ndryshme dhe jo domosdoshmërisht mund të lidhet me shëndetin e zemrës. Problemet muskulare, mushkrit, ezofagu e të tjera mund të lidhen me këto shqetësime. Për të dalluar nëse është vërtet një simptom e diçkaje që lidhet me zemrën, dhimbja ndihet në qendër të gjoksit ose edhe më majtas, disa herë edhe në krahun e majt dhe në shpatull. Ndodh që disa të kenë edhe ndjenjën e djegjes në gjoks, për këtë arsye, shumë persona mendojnë se kanë probleme me stomakun. Kolla. Kolla e vazhdueshme dhe një frymëmarrje e vështirë mund të jetë simptome insuficiencës kardiake, si rezultat e akumulimit të lëngjeve në mushkëri. Në disa raste, personat e prirur për atak kardiak nxjerrin edhe gjak me anë të gëlbazës të përgjakur. Marrje mendsh. Sëmundjet e zemrës mund të shkaktojnë marrje mendsh dhe humbje të ndjenjave. Shkencëtarët tregojnë se ato mund të jenë edhe për shkak të ngadalësimit të qarkullimit të gjakut ose aritmisë së zemrës. Lodhja.
sidomos te gratë. Një lodhje jo e zakonshme ndodh përpara një sulmi kardiak. Sigurisht që lodhje të tilla mund të mos kenë as pak lidhje me zemrën, por është diçka që mund të ndjetë ndryshe nga herët e tjera që keni predispozit për sëmundje të zemrës. Është një simptom e cila nuk duhet të neglizhohet. Duhet të drejtoheni tek mjeku i familjes sa më shpejt që t'jetë e mundur, sidomos edhe nëse keni në familjen tuaj persona që vuajnë nga zemra. Nauze, të përzjera ose mungesa e oreksit. Ndodh shpesh që gjatë një ataku kardiak persona të kenë të përzjera barku dhe të vjedha. Fryrja e barkut e lidhur me insuficiencën kardiake ndikon në mungesën e oreksit. Dhimbje në pjesë të tjera të trupit. Në shumë sulme të mundshme kardiake, dhimbja fillon në gjoks dhe përhapet në shpatull, në krah, në bryla, mbrapa qafe, nofulle ose barku, por ka raste kur nuk ndihen dhimbje në gjoks vetëm në pjesë të tjera të trupit. Në këto raste, meshkujt kryesisht kanë dhimbje në krahun e majtë, ndërsa femrat në të dyja krahët ose nëpërmjet shpatullave. Pulsi i shpejtë ose i parregullt. Rrahjet të parregullta ose të shpejta të zemrës shoqërohen me simptoma të mëposhtme si lodhje, marramendje ose mungesë frymëmarrje. Mund të jenë tregues të qartë të sulmit kardiak, insuficiencës kardiake ose aritmisë. Nëse aritmia nuk kurohet, do të çojë në goditje në tru, insuficiencë kardiake deri në humbjen e jetës në mënyrë të parapritur. Mungesa e frymëmarrjes. Shumë njerëz që kanë vështirësi në frymëmarrje gjatë një aktiviteti normal ose edhe në momente pushimi, shpesh mund të kenë probleme në mushkëri, si astma ose bronkopneumonia kronike obstruktive, por mund të jetë edhe një tregues i një ataku kardiak. Në disa raste, personat që kanë pësuar atak kardiak nuk kanë ndonjë dhimbje të gjoksit ose vështirësi të theksuar për të marrë frymë. Në raste të tjera, dy simptoma shoqërohen me njëra tjetrën ose vështirësia në frymëmarrje ndodh përpara dhimbjes së gjoksit. Entje ose fryrje. Insuficienca kardiake mund të shkaktojë edhe grumbullim të lëngjeve në trup. Kjo mund të shkaktojë entje në zona të ndryshme si në këmbë, kavilje, në barke të tjera. Djersitje të theksuara. Të mbushesh me djersë të ftohta është një simptom e një ataku kardiak. Mund të jetë një thjesht duke qëndruar ulur në karrige kur papritur, filloni të djersiteni sikur sapo keni kryer një aktivitet të rëndë fizik. Dobësi. Në ditët e fundit që paraqitet një atak i mundshëm kardiak, por edhe gjatë tij, shumë persona kanë ndjesinë e pafuqisë. Shpesh këta persona edhe mbajtjen e një letre në dorë kanë të pamundur. Prandaj, nëse vëreni këto shenja, ka ardhur koha të flisni me mjekun tuaj dhe të mos e neglizhoni shëndetin, pasi është një rast që mund t'ju kushtojë edhe jetën. Sëmundjet e zemrës janë një nga sëmundjet më të përhapura në vendin tonë. Në vendin tonë, rreth 9.000 persona humbasin jetën çdo vit për shkak të sëmundjeve që lidhen me zemrën, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktare të shumë humbjeve të jetës në mbar botën. Ato përfshin defekte të zemrës, aritminë dhe sëmundjet të arterieve koronare. Shëndeti i zemrës përmirësohet ose përkeqësohet në varësi të ushqimeve, pijeve dhe aktivitetit fizik. Pijet më të shëndetshme për zemrën gjithashtu janë të mira në situatat tuaja. Gjithçka që ham dhe pim ka një ndikim të fortë në çdo organ të trupit. Deri më tani kemi mësuar për ushqimet që i bëjnë mirë ose keq zemrës. Në këtë video do të rendisim për ato pije të cilat janë të mundshme edhe për shëndetin më të mirë të këtij organi. Një nga pijet më të mira, jo vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe për të gjithë organizmin në tërësi, është edhe uji. Uji është ideal sepse përmban 0 kalori dhe 100% hidratim. Ju duhet të pini të paktën 6 deri në 8 gota ujë në ditë, ose edhe në varësi të aktiviteteve tuaja fizike mund të konsumoni më shumë se sa kaq. Ai është i pasur me element ushqyes që mund të lehtësojë komplikacionet të organizmit. Pasurimi i ujit me limon ose kastravec kësaj jo vetëm që do të ofrojë hidratim më të mirë të organizmit, por do të ofrojë edhe më shumë vitamina dhe minerale. Ndaj në dietën tuaj përveç ujit mund të shtoni qumshtin, çajra të ndryshëm pa kafeinë dhe kafen, të cilat të konsumuara brenda normës së lejuar dhe pa sheqerna të shtuar mund të kthehen në një aleat të vërtet të organizmit tuaj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.